nderuar shikues të televizionit Syri, ditët e 5, 6 dhe 7 marsit janë ditë kujtese, dhimbje dhe krenarie për popullin tonë. Në këto ditë përkujtohet heroizmi dhe sakrifica e komandantit legjendar Adem Jashari, bashkë me Shabanin dhe Hamzën, po ashtu me familjen e tyre të cilët flijuan për lirinë e Kosovës. Në marsin e vitit 1998, forcat serbe rrethuan kullën e familjes Jashari me qëllim shkatrimin e rezistencës ushtrisë shqiptare të Kosovës. Për 3 ditë me radhë, familja Jashari qëndroi e pathyeshme përballë një force shumë më të madhe. Ata zgjodhen të mos dorëzohen, duke u bërë simbol dhe qëndresë e dashuri për atë dhimbje. Sakrifica e tyre nuk ishte vetëm një luftë heroike, por një kthesë historike që forcoi edhe më tutje luftën për liri dhe bashkoi popullin rreth idealit të pavarësisë. Epopejën e Jasharëve sot e kuptojmë dhe e kujtojmë me respekt të thellë si një testament të gjallë të guximit, të sakrificës dhe të atë dashurisë. Lavdia e përjetshme familjes Jashari dhe të gjithë dëshmorëve që ranë për lirinë e Kosovës. Lavdi. Sot në ditën përmbyllëse të epopesë së lavdishme në emisionin bashkë me Sali Sefën, kam nderin ta prezantoj një veprimtar veteran të çështjes kombëtare, vllai dëshmorit kombit, e ky është Hazir Selmani. Hazir, mirë se erdhe në emisionin tonë. Ju jeni një emër jo shumë i njohur për publikun. Jo pse ju nuk ishit gjithmonë në veprimtarinë tuaj, tërë jetën ja kishte kushtuar veprimtarisë adëtare, por mendoj se është me modestia juaj në pyetje. A na thoni kush është Hazir Selmani që publiku junë ta sheh dhe ta di se kush është ai? Spari, i nderuar Sali Sefa, ju falenderoj për ftesën dhe mundësinë që ma keni dhënë këtu bashkëbisedoj me ju. Së dyti me që jemi në ditën e epopesë së ushtrisë lavdishme shlirimtare të Kosovës. Një ditë shumë e madhe historike për ne. Dua që gjithë familjarëve të tyre të shprehen një mirëkuptim për djemt që i kanë lindë dhe i kanë rritë, që dhanë më të shtrejtën e tyre për lirinë tonë. Hazir, po të kuptoj në emocionet tua, sepse kjo ditë shënon edhe për të gjithë familjet e juaja që humbet një pjesë të trupit për lirinë e Kosovës. Por Haziri, cili është Haziri? Salehu në kum lindë në një fshat të anës të Gallakit, që i themi në fshati Kremenat, komuna Kamenic, në majt vitit 1962, kum qenë vllai 6, nga prindi baba jam Islam dhe nana Zenia, me origjinë nga Gnica. Si gjithë bashkëfshatarët të tonë u rritëm me një varfëri, por me ka met në kokën time, kështu mu ka fiksu, kur ndigjesha babën tim, që folke me shok, meq të vetë, dhe të regojke si ju ka vro baba në luftën e parë botnore dhe ka met i Posalinto, në vitin 1917. Pastaj, me njerëzit që rrishin pranë babait tim, folke për vujtjet që i kena pas mbi korrizin tonë me shekuj. Si ri isha më shkojke në mendje se që kam mujtë të boj për atë. Folke për masakrën e Tivarit, folke për aksion e pushkve, folke
folke për luftat që në bom nazifashistët, që kanë qenë baba im 4 vjetë rob në zonën. Dhe në vitin 1979 u shpërngullëm për në Prishtinë, 2 vjetë pas ndodhën demonstratat e 81-shit. Kujtohet si sot isha të spitali, kishëm nonën në smut kur erdha e zhurmë, se në isha i ri nuk disha kush i ka organizu, si i ka organizu. Dhe prej atyjet, me zishpër isha me dalë mi bashkan gjitë turmave të brorit. Do të më kuptoni se kam emocione Kosova, Republikë, mu do këtë diçka. Por a kthehemi pak mbrapa, e nise për demonstratat, po fillojnë burgosjet, greva menatorëve dhe të gjitha që ka mbet në kujtesën tone, pa asnjë sikur po bisedojmë me Salihin bashkë. Unë me nxit që i kisha prit këto dhe më doke ne arrit në shumë e madhe që ne po i realizojmë kërkesat për drejtat tona elementare me jetue. A i kuptojshin atë kohë çka po duhet? Nuk vonoj shumë dhe i kuptova në neja në biseda unë ngrit i tërë populli qytetar, bisedë çdo kun, si në qytet, si në shtëpi, Ishin nxënës atëherë? Ishin nxënës atëherë apo? Isha nxënës, po sa kisha krye gjimnazin, pastaj pa ta regjistru në shkollën Stefan Xhexhovi për elektricist. A je burgos ndonjëherë? Po jem burgos në kohën e greva në 89. Në grevave të? Minatorëve, si që dihet, ka qenë grevë me minatorëve. Shumë interesant, a mundesh më shpjegojsh pikrisht në këtë pikë? Po, unë në vitin 83 shkova në atë ushtrinë që ishe obligueshme atëherë. Në 84 të nuk theva, kisha shkollën e elektroteknike, vllaznin i kisha punojshën në Xeherorën, kishnisë dhe në Obërt, dhe aty unë u punësova, fillimisht si punëtor i thjesht, pastaj dola si elektricist. Pas suprimimit të autonomisë të krajinës të Kosovës, në 89-ën, populli u ngrit pezëll dhe minatorët kishin lidhje, aty ishtë një organizat me një numër shumë madh, 2000 punëtor. Ku ishin në Kishnicë apo në Kishnicë? U quj ke Kishnicë në Obërt, i ka pos 4 njësi punuse, ka pos në Obërt, në Ajvalin, Bados edhe në Kishnicë. Atë kujtohen, çfarë ishin kërkesat e juaja? Kërkesat tona kryesore ka qenë ndërheqja e Ramon Morinës, Ali Shukri edhe Hysemi Azemet. Në kam 8 kërkesa. Do të thotë edhe të minatorët, këto kërkesa ishin pak politike, apo jo? Absolutisht ishin politike. Ishin të organizuar mirë të drejtën. Sepse drejtori ish Aziz Abrashi dhe Burhan Kavaja. Kryetari i sindikatës punëtorëve të Kosovës ishte Arullah Gorani. Në mesin tonë kish patriot adhëtar. Kur ardhë ka ndrim se në punojshëm me ndrime, ardhë ka një autobus për i Podijeve, një për i Mitrovicën, një për i Lipjanit, do më hënë nga gjitha anë të Kosovës. Po Hazir, grevë, si në shpigo, qysh u bë greva? Një ditë më përpara filloj në Stari Targ. Edhe ditën e dytë u formue këshilli grevist dul publike me kërkesë. Edhe gjithë minatorët e Kosovës solidarizuam me ta. Ata u futën zgafil? U futëm zgafil dhe paraqitëm kërkesat tona, ose me dhonë tërheqe, ditën e dytë kena dhënë një lloj ultimatumi që po vetë vritme, skemi ku të shkojmë, skemi këtë kërkesa duhet të na realizohen sepse ata udhëhecët tonë nuk mundin me na përforcu ne. Hazir, më fal. Ju qëndruat 2 ditë brenda në zgafil. 8 ditë.
Nderuam Sali Sefa nga 20 dhe 28 shkurtë. Keshi arit mjaftueshëm brenda, keshi ushqim, kishte higjenë, çka na shpjegoj të lutem. Ato i kishëm të gjitha të vështirësume. Jeta atje të ditë pa dalë ishte shumë e rëndë. Po kur kishëm përballë kërkesat, na e mbajshëm vetëm. Neve filluan gazetarët na vizitonin, familjarët na harshin. Moj men herë isha kujdestar, u dufke me dalë me adhonë lamën, shlemit që i thëshëm na dhe qizmet. Edhe erë një delegacion për struge. Policia ishën të rëthun, po dikun, kur bëjken rrimi, i lejojshin ata me futë të na. Edhe me sa më kujtohet Kadreka po se me në plake. Unë nalë aty ku ishëm na të shtrimi, ishëm ditën e 2-të, 3-tën ka ndodhë kjo. Të lodhën, të raskapitën. Mbani u burë. Na jena me ju. Ju i keni kërkesat e drejta. Unë ngritëm gjithë në kom, ashtë që në dha kurajo, se na jena të boti qka. Me gjithë sakrificës, se nuk u dike që po ndodhë me ne, me kërkesat tona. Është e pa përshkrush me jeta jonë që kena qëndru aty, por lidhja në mes veti. Ishte shumë e jashtëzakonshme me mbajt njën e tjetën, apo dënuj, atë marë përkrahe, të lëviz pak në tonë, këton, informimin nga jashtë në ardhke. Që nga Radio Televizioni Prishtinës, mbajtën protesta dhe përkrahjet grevëve të minatorëve mbajtën edhe në salën 1 tetori plot student. Do të thotë përkrahja ishte çdo ditë e më shumë. A ishi ju të informuar mbrana se çka po ndodhja? Saleja ka ndodhur një 2-3 ditë përpara, jena shku kom prej Kishnice, Ajvalije, jena orë për histori tërgë dhe na kanë lejuar në salën atëherë thërke Bora Mes, tash Pallati Rinis, aty na ka dalë përpara Remzi Kolgeci. Kush? Remzi Kolgeci, antari i Këshillit Ekzekutiv të tonë. Edhe ma vonë tani. Edhe na ka lutë dhe aty sa posh nanat kosovare. Kthejoni punës, mos u futni në grevë, vazhdoni se këto problemet juve do të rregullohen, nuk do të ketë populli as autonomia që si i thej kaj mos kishte, po ata që ishëm probleme, ka me fillu arsimi, ka me qenë programi, kërkesat tua, drejtat maksimum. Mirë, po na ishëm vendosë, i këshëm këshillin grevist, si na thëshin ata, na ju përbosh. Atë kujtohet, a ka ndodhur ndonjë rast kur dikush prej minatorëve është smur ose ka psu gjatë asaj greve? Ka pas shumë talibinosën, ka pas shumë. A kishte shërbim mjekësor? Kishte shërbim, po shumë i kufizuam, na i kena pas mjekët tonë, aty në kanë Gani Demollë, kujtohet, Indjeri. Po Indjeri. Ashen po në nëzirëshën jashtë para zgafellës ku hyshëm na, 10-15 minutë, dhe u kthejshëm prapë. Asnjë nuk do i kemi shku në shtëpi. Po vdesëm, nuk ka. Kërkesat tona për drejtat tona duhet të na realizojnë. Edhe si erdhë përfundimi mas 8 ditëve? Po, këta të apostrofum dha ndërheqe, mirë po me hile dha ndërheqe. Do të thotë një farë mënyrë u mashtrut atë. U mashtru. Ase më lasë hyrë atje në Trepsë, edhe ai Burgos, bashkë me Lazar Krasniqin që ishte në Bilic. Por na greven e ndërprim, duke llogarit në ata se u realizun kërkesat tona. Mirë po, sa dulëm, filluan Burgosjet. Unë isha ndërta, shokët e mi për shembull, në Shere Vrajolli, tash jetën në Suedi, e shumë të tjerë, u burgosëm. U burgosëm për kundërvojtë, na dënuan ka 40 ditë, mirë po mu ma ndryshu në atë 40 ditë, ma arrestu pas 2 muaj. Menz, aty ku keshëm menzën që më shumë bukë, ndërguan në Hetosin Prishtinë, kur u banën pak po 2 muaj, më qunë në Smerkovnic në burg korrektues. Prej atyt, morën edhe më qunë prap të prokurorin Hetosi, se thamë, kena gjithë diçka që të hekon
jo kryesor, po organizator, na shpërndajshëm alternativë në Ljubljanë, së marrshëm që shtyp në Ljubljanë. Dhe ata prokurori kërkojnë 23 muaj ditë, burg për mu. Nuk më këthyn mos me komunist, po më nisën në Gilan më që. Dikun ka Bresalë, që ati jem nalen aty, i theshën Zadruk, shitur aty. Ata u nalen me pi bira, mu me një fave bus, ma lanë derën qelë, tu menu që unë po iki, me më gjua, me bon. Mirë po në kuptova. Majtën një orë dishka. Pastaj hynën kërë, në qunë në Gilan, më lanë pastaj aty në djelë, që ishtë kërgjën zetë, me më shilën dyre dritare, edhe mos më mujtë me qelë, u vanun kërgjë shumë. Kur u këthynë, thanë, nuk ka venë, por ty duhet me të këthynë Prishtinë. Më qunë aty, hinë dollën edhe më lirunë, thanë shko në shpi. Mirë, po edhe pse shkova në shpi, vazhdimisht në përqelshën, ashen e posha kerën aty, njëherë më kanë nalë, më kanë shetit në për qytet, qysh e kanë posat. Atë planën e tyne për me kujtu qinte mi aty që unë jem me ta, ku ta dina. Dhe poshtë që qëndrimi jem aty është i pasigurt, vendosa të largohëm për aty. Do të thotë, pas gjitha atyre që përjetove, grevën e minatorëve, burgun, prapë se prapë u detyrove që ta marrësh një rrugë që ishte një errësirë dhe nuk dihej se ku po shkon, çka po ndodh. Kur ndodh dhe kur e morë rrugën e Nemën të Mërgatës, të thamë. Kjo konë shumë e shtirë për mu, kjo konë në korrek, dë vitit 1993. Unë me këtë vllaun që tash është dëshmor, më ka ndihmu me dalë deri në Macedoni. Kishëm atje do shok të Struës, dhe prej atyjët në Bugari, prej Bugarije në për Hungari, në gosht vitet 1993 në Kërësilngren të Zvicër shkom kërku asil politik. Vetën. 93-ën. Vetën, pa shoqën e kisha 7 zonë me vetat. Erdhe në Zvicër. Nuk dije nuk kishe idenë se si janë ligjet këtu, si është, çka do të ndodh me ty. Fillove kontaktet me bashkëdhetarët tonë. Atë kujtohet kush ishte ai cili të ndihmoi dhe fillove bashkëpunimin, po tani edhe veprimtarinë tuaj masanej. Prej Kërësilgenit më kanë transferu në Arau. Në Arau ndo baraka, si ishën aty një avdit, dhe pe atyjit më kanë këthyë në Baden, Briskin Baden. Aty fatim e kom takue Jashar Salije. Jashar Salije unë. Jashar Salije. Në dhomën e tina, lavdi për atë njeri. Lavdi se ka qenë një burri madh. Ai e kish fitu drejtën, qëndrimin Zvicër, i kish arë bashkëshorët e. Ishën bo bashkë edhe i kishën thonë një shtëpi në banesë në Filmergen. Në dhomën tina jem vendosën. Pastaj me Jashar Salini kina mojtë kontaktet, ardhke edhe nga njëherë aty nga vizitajke. Një burr, një adhëtar, një patriot shumë i madh, i burgosën politik. Ka morë pjesë në pajtime e gjasë, po da ishtë detyru me ikështë. Mirë po, Cili? Jashar Salini. Po. Nuk mu i keme nejtë, dhe pastaj unë njofta me shumë disa veprimtarë. Hakemurinën. Me shok të Jashar Salini që të gjithë, Gjavit Hoxhën, Elshani, Muharrem Elshani, Bislim Elshani, dhe këtu organizoshin demonstrata, i përcjell shumë ato, shumë herë më vajshin edhe ne, si aktivist që isha më kujdes në ato demonstrata, për shkolla Shqipe më kujtu. Me njerë fillove në organizimin, në ndihmën në aktivitetet të tua për çështje kombëtare. Me nëzishpritësha. Me nëzishpritësha. Me nëzishpritësha. Së më nejke, ven,
çka të bëj. Po, Azir, ju jeni elektricist me profesion. A fillu të punoni, a kishi drejt punë atëherë? Saliu në la shoqën atje dhe ishte shtatzon e prish shumë fëmijën e parë dhe për fat keq që humbi. Lindi para kohë dhe me motrën e vetë në Zvicër u bashku. Erdha e shumë e mërzitshme. I shumë si të humbun, nuk di shumë çka po bëj. Unë pa ta kërku azil politik dhe aty në që njofshën azilin s'fundi që është një intervist në Zhivisi u thërë një vend ka Friburgin këto. Edhe kur shkohen ato intervista, më pyeten ata për çka isha i burgosun edhe i ndjekun, a ki pas avokat. Unë se disha, po ata gjetën dokumentat mia që i shkon Eva Brenli. Ka qenë një avokate për drejtat e njeriut nga Suedia, që atëherë kanë pa ardhe verbër të kanë bile qeni ndihmoj keme jesë, e kanë pa ndjek, e kanë pa shpallë në gata këta pushtetit Miloševićit. Edhe aty poshtë që i gjetën që aje më kish pa marrë mund mbrojtje. Dhe bashkë me shoqen, na e dashin aty ndihma, po nuk mjaftojshin edhe kishëm nevoj dashëm fëmijë me pas. Azil koordinacione njëherë paguj ke ma shumë së thëshën është vullnetar, kështu që detyrova me punu. Si elektricist, lypa punova dhe deri tani jem kanë gjithmonë të punu. Do të prej atëherit ke punu si profesionin të muin. Si elektricist. Azir, a më nështë edhe diçka më na i përmen me emra që sa të kujtohet, me kanë ke bashkëpunu mas shumëti gjatë veprimtarisë tone këtu në Zvicër? Filloj kryengritja e armatosën në Kosovë. Kujtohet si sot, kur i kom po fotografit, në zyre të fundit, në zyre të gazetës LPK-s, Zëri Kosovës, fotografit e para, Jashar Saliju u formu fondi u që kësë vendlindja thret, Jashar Saliju kryetar, dhe i filloj takimet konsultative për fondin u që kësë vendlindja thret, fillum takimet e para aty. Aty ke shumë aktivista, shumë veprimtarë. Po këta të LPK-s, janë gjithë këta të LPK-s, unë isha afër me ta. Dhe nga dal, erdhi deri të fillimi i luftës në Kosovë. Krijimi i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Krismat e para në Kosovë dhe flijimi i familjes Jashari. Si e përjetove këtë, e më pastaj kur edhe kuptuat se edhe vllai juaj, Mosli Selmani, ra në altarin e lirisë për ta mbajtur vetëm ditëlindjen dhe kur datën e vdekjes. Fillimi i aksioneve të para të QK-s mu më dhanë kuraja. Të dhanë kuraja? Duke pas parasysh se zgjidhje tjetër nuk mbeti. Ishte një rrezik shumë i madh sepse pabarazia është shumë e madhe kundër armikut që ke shumë. Unë me vllahun tem Muslini ishëm më i pesë në një gjashti, se 6 vllazën që thash, por na dy më të voglit kishëm ishëm shumë të lidhur mes vete. Ato e kisha unë gjithçka. Telefon, ka herë kur folshëm se atër telefona s'ka pas, po e kishëm një vend të një afër me unë, që folshëm me ta. Edhe i thësha, o vlla, Serbia, po thot Kosova, zemër Serbisë. O, thejke ata nuk kanë zemër. Qashtë i logaritke që ata i kanë hubë gjithçka, duke se unë me mbojtë Kosovë. Aksionet e para kur kryshin, për shembull 31 janari 97, kur në vra 3 komandantë tonë,
Zahir Pajazitit, Mon Hoxha, edhe Akif Zenullaj u kanë shumë e ranë, duke thonë se kush do mas ty në kush tel. Në vërtet nuk ishëm fuqi sa kishte Serbia në armatim. Super fuqi kishëm komandantën legjendara dhe mjashare me familje. Femilla Druzin, Agim Ramadane, Sali Qekun. Këta ishin muë që më ishin kuraja, që ne do të fitojmë luftën. Fondi vendlindja thret për mu u konë diçka që i munu me bo. Jashar Salih mo, nëse mujtë flasë o diçka për to, firmoj këshilët lokale edhe aty Baden Bettingen ku isha une, me njerë formova, 11 antarë edhe në zgjedha kryetari këshillit lokal Baden Bettingen. Aksionet ku shpallshin shtabi përgjithshëm, na i përgjithshëm edhe naftojshin njerëz në për shtëpia, ku shkojshëm na në për atë korridore, në për atë shkallë, i nishëm fëmijë të thonë, erdhen këta të që kësë, ishte diçka për mua pa përshkrume. U munesha me bo ato të çka është e pa mundë, të mundë. E kishit kuptuar që atëherë që lufta nuk bëhet edhe pa mjete. Dhe fondi Vendlindja Tret filloi grumbullimin e mjeteve. Sa ju përgjigjen masovikisht fondin Vendlindja Tret qytetarët tonë këtu në Zvicër? Jashar Salih i theke, pa buk edhe pa pare, ata s'do të lëmë. Na organizeshëm të bime më bashkëdhëtarët, dhe bashkëdhëtarët ju kanë përgjegjë fondit të QK-s të mjaftueshme, jo, bolë se nuk e di, ishte edhe fondit 3%, mirë po, bashkëdhëtarët ju kanë përgjegjë mirë, na kena po zyren dhe çdo kujt për ato mjete që Afrike, ju qeshëm një falemnderim. Nga njëherë isha kujdestar edhe me Jashar Salihin, e Muharrem Elshana, me disa veprimtarë të tjerë, i shtyshëm në për kofera, i dërgojshëm në për shtëpia me postë. Edhe kesh dikush që i dhejke 1.000 franc, 2.000 franc. Jashar Salihi, shumë i knaqën, fitum, qeku i kena mjetet. Në përmes neve kanë shku edhe disa vullnetari, kena pash formularë dhe ju dhajshëm, i lajmërojshëm, u takojshëm në klubi Bashkimin Qëri, ardhë kënë një autobus me mbjeme bunjakën në shofer në përmes Italije që i ke. Është një jahje muj, nëse muj me përmenë nuk ka gjo, banane në hafi, ka 2 djemë me din, po dhe vlavën e tina që tash më kujtuve të emni që u shku vullnetari që kësë, Ahmeti. A i në ka thirë neve në ditën që të nesër me në përcilke djallën me qunë vullnetarë në që kësë. Edhe jena shku deri në klub përparimi, në takuën nga gjitha kantonët. Klubi përparimi ka qenë Qyri? Në Qyri. Edhe i kom najt ofër kur e ka thonë përshëndetin e fundit. Edhe i ka thonë u dha marë o birë, u boft Kosovë e lirë. A i djallë shku ka luftu, ka qenë ushtar i Shaban Shalës. Kry lufta u këthyë, edhe nuk di a ka apliku për veterana për ja. Hazir, për veprimtarin tuaj ju jeni veterani fondit Vendlindja Tret. Ashtu. Jeni antar i familjes dëshmorit. Ashtu. Jeni adhëtar veterani çështjes kombëtare. Kosova sot, sa janë pritshmëritë e juaja dhe sa je i kënaqur me këtë? Me 12 qershor vitet 99, kur forcat okupuese serbe u detyruan Të largohen kokullën nga Kosova, falë dëshmorëve, falë luftës dhe përkrahjes shtetëve, Bashkumet e Amerikës, shtetit amë shqiptar, për mua u përmbush një dëshirë.
Mirë, po me kalimin e kohës, si dëshirë përfundimtare apo me një kalimin stacion? e kohës, pesho që diçka ende kena mungu. Unë jam shumë i shqetësuar polarizimi politik që po ndodh edhe s'ka ka na hiqet nga vetja jote. Ku prit diçka më shumë. Sipas teje, ka mund edhe ma shumë të bëhet, ke prit që ne me shekuj kemi prit lirin tonë dhe ke prit që të ketë një unitet shumë ma i respektum mes strukturave politike në vend. Pikrisht, Kosova, përbërja popullatës, është moshatar të rije, përbën për i rinisë. Potenciali Kosova ka shumë mirë, të pasur. Me që bënëm shumë në për Evropë. Neve na duhet, na dasht, na duhet të kemi një organizim mirë politik, të kemi respektim të ligjit, të integrohemi në organet ndërkombëtare. Dhe problemin me Serbi, nëse këto trija i kena më të vogël. Jeni shtet, ekonomi të zhvillum, dhe të integrohemi në NATO, në Bashkinë Evropiane, dhe shteti i Kosovës mundet me përparu vetëm këtë mënyrë. Po të vije një moment çka nuk e dëshiron askush, por që të na sulmoj vendin tonë, pa drejtësisht, a jeni ata që ishit edhe në vitin 98? Dhosh Zoti, kjo kur mos të ndodh, po që ndodh, jam i gatshëm në çdo moment, në çdo kohë të përgjigjem. Nevojës, çështjes së dhejut. Dhe kushdo që mendon ndryshe ose ka hamendje, me plot gojën thëmë kam gabim, duke pas parasysh çka ka dhënë Kosova. Hazir, të kthehemi pak të dëshmori kombit Musli Selmani. A respektohet sot emri ti dhe a ka ndonjë emër shkolle, ndonjë emër rruge, emri i Muslimit? Vllai jem vetikatet është vrarë me 16 prill të vitit 98 në Hondrac. Në cilën zonë operative ka qenë? Hondrac, po kjo ka qenë territori ka qenë e Lipjanit, por kurse zona operative e Karadakit. E Karadakit. Vllai jem, po sa me u sulmuan nga NATO, familjen e ka zhvendosur në ato vende dhe u kthye në Ajvali. Kena pas në vend ku bisedoj. Ka fol me mu, dhe më tha vllasa, lirin do të fitojmë, po humbjet në njerëz kanë me qenë noja. Ati ku ka vendos familjen, në Hondrac, është një zonë bidetare shumë e lartë. Dhe i ka vërejt që disa forca sërbe, me disa makineri të tyre i ndalë atje për me gjuhë aeroplanat NATO-s. Ky ka nejt në Vali, ka morë disa mjetë edhe ka nisë, u dalë në tonë dhe fshatarët e kanalë kanë thonë, ti ma nejtë së në shkonë. Gajtane është një familje të, ka bujt një natët, vetëm. Nese më në taku edhe me 2 të tjerë, një unë konë antarë, dhe me thonë, ushtari u që kësë, kurse 2 të tjerë në konë 3. Një unë bile u konë në moshën 17 vjeqare. Po sa i kanë vrejt ushtëria sërbe këta, kanë fillu betejë dhe sa ka zgjatë na nuk e dim, po 8 katët janë vramë. Aty i kom po malin se si janë të prejme aty, janë do lisat vogël dhe degët janë, i kam në fotografisë. Të kuptoj. Nesër në ardha me Tisufi me të rjekë edhe shkon të e plake që ju ka vra djali, 17 vjeç që i thot, me shkumi të rjekë trupa. Mirë po, masi i kanë vra,
vllahun tem edhe të tre tjerë ata në tërhek. Që ata ushtarë, se bëllit do të mëram të thëjnë se në tërhek edhe me rruga civile aty, kur e kanë po që Ahmet Yusufin nga ona tjetër. Flitet shumë mënyra, kështu i kam informatat që ku mujt me i marrë nga njerëzit që i kanë po këtë sen. Unë e më kanë këtu në Zvicër edhe isha bashkë atëherë që ishën vullnetar, shoqja ishte apret 7 zonë dhe po më tregon po thotë kështu. Ka ndodhë dhe mora lajmin si është ra. Nuk u konë e letë, kalon 3 fëmijë, 2 vajza e djallë, shpresën, me lindën në dritën. Nona vetë, që shfrytëzoj rasën, ta falemnderoj, i ka këshyrë shumë herë, i ka rujt, tash ata e në rritë. Tanë kuhen, flasin, shkruajnë, rregullojnë fotografi, mërzinë e tyne, matë madhe në po, ku jenë martu këta. Këta fëmija e vllaut, ku jenë martua, janë mërzit mas shumë të për ta. Këta kombrejtë, se për para u gëzunë që erë liria, nuk është letë me harru, por... Me harruja se jo, por do t'i kujtojmë dhe do t'i kujtoj historia për gjithmonë. Bile sa më duket edhe është emri një shkolle. Në atë fshatë më nuk ekziston askush, jenë shpërngull atë gjithë, po në atë shkollë s'ka Monzonca. Në atë shkollë Monzonca s'ka, populata është vendosë në qytet. Nuk ka, në rrëpës nuk ka. Është full për një rrugë të shkolla, është një lapidar aty ngritë me emnat 4 dëshmorëve që në martirë dhe dëshmorë. Dhe nuk, deri tani tash me 16 prill prapë është për kujtimi tyne, për çdo vit e matutje po mungojnë njerëzit, ma pak po dalin. Sa konë shkolla, aty do mësuesa kanë organizu, tash shkolla mbyll, kështu që me kohë disa sene po harrohen. Lavdi gjakut e tyre që gjaku i tyre është liria e jonë sot që e gëzojmë dhe falë tyre sot e kemi emrin Kosovë, flasim të lirë, jetojmë të lirë, por që kërkesa dhe gjaku i tyre është që të vedisohemi edhe më tepër që t'jemi ashtu që kemi ndru gjithmonë Kosovën. Hazir, jemi ka fundi emisionit dhe kisha pas dëshirë që ta japsh një porosi për qytetarët tanë, për mergjimtarët tanë këtu në Zvicër, por edhe familjeve të gjithë dëshmorëve që janë ra në altarin e lirisë gjatë luftës në Kosovë. Por ata që kanë ra në altarin e lirisë gjatë luftës në Kosovë, amaneti tyne dihet, quhet të në fund, të respektohet gjaku i tyne në maksimum. Historia të shkruhet ashtu që është. Për popullatën tonë që jena këtu, edhe për fat keq jena bukur shumë, janë integru dhe dikun, kanë krye shkolla, kanë poste politike, kanë në dhejtësi. Uroj që vendorët dhe mërgjimtarët dallime mos me pasë. Dallime mos me pasë, se për vrejun janë do tendenca, jo ashtu, jena një. Si na që jena mendojmë për Kosovë, atje, se edhe na jena taksa pagus. Kena do shtëpia, kena do borë, kena do dëshmorë, do martirë, do më thonë me qenë të pandashëm. Markimtarët që janë këtu, shumë herë po në bojnë fajtor, jo vodove për këtë subjekt, jo, subjektet partit politike shkojnë e vinë, populli do të mbetet aty. Një mesazh shumë i mirë, i cili duhet të shërbejë të gjithë për të gjithë ata të cilët me vetë dije apo me dijen e tyre të plot përqajnë njerëzit me zveti, vëllezërit me zveti, familjet me zveti, shok me zveti, vetëm për diçka që as ata nuk e kuptojnë. Andaj, vërtet,
është një mesazh shumë i qelluar dhe të falenderoj për këtë. I nderuar Zoti Azir, a ki edhe diçka për të shtuar? Pa shtesat kam shumë, po s'di si ti paraqes ato, në pikat shkurta e thash këtu, kërkoj nga mërgjimtarët me qenë qysh kanë qenë gjithmonë, partitë politike mos më nëndohë. Uniteti me konë në qendër. Është. Po vrehet dikun jo, kjo është çdo konë. Këto duhet me lanë anësh. Kosovën e duhem demokratike, të zhvillume, të integrume, me një siguri të lartë, siç e meritoj. Këto ishën atë. Të nderuar shikues, ishte nder dhe kënaqësi për mua ta kam në emision të nderuarin dhe të respektuarin Hazir Selmanin. Është vërtet një kontribut i veçantë për njerëzit të cilët janë një mënyrë nën hije, por të cilët kanë dhënë dhe kanë kontribuar shumë. Është familje dëshmori që do ta përkujtojmë për tërë jetën edhe tërë historinë. Andaj, ky ishte emisioni ynë bashkë me Sali Sefën dhe miru pafshim në emisionet tona të radhës. Faleminderit shumë, Hazir Selmani. Shëndet të gjithë mirët.